Përshëndetje të nderuar nxënës. Sot për ju kam zgjedhur njësinë mësimore, siprina dhe perimetri i figurave përbërëse. Mësimi ndodhet në librin e klasës 7. Figura përbërëse është figura e përbërë prej më shumë figurave gjeometrike që preken, por nuk përputhen. Në vizatim është dhënë një figurë përbërëse. Ja, pra si që shohim, siprina e një figure përbërëse e caktojmë si shumë të siprinave të figurave gjeometrike për të cilave është e përbërë kjo figurë. Pra, kjo figurë në vizatim është e përbërë prej drejtkëndshave. Pra, tërë figurën me vija ndihmëse e ndajmë në drejtkëndshe. Këtë mund të bëjmë në disa mënyra të ndryshme, ashtu siç do t'i shihni tash në vizatim. Mund të ndajmë për shembull në një drejtkëndsh dhe një katror, andaj dy drejtkëndsha të ndarë në këtë formë, në këtë mënyrë, dhe mënyra e tretë në tre figura gjeometrike në tre pjesë. Figurën e dhënë e ndarë në tre pjesë përbërëse. Nuk është më rëndësi cilën ndarje të zgjedhim. Për shembull, nëse zgjedhim vizatimin e parë, figura është ndarë në dy drejtkëndsha. Siç e shohim, gjatësitë e figurën e parë kemi ndarë në dy, në ndarjet janë shënuar me shkronjë A dhe B. Dhe secilën siprinë e njësojmë veçmas. Të shohim siprinën e drejtkëndshit A. Nëse njëra brinjë e drejtkëndshit B është 4 cm, kjo këtune, pra gjatësia është 7 minus 4, kjo, pra gjatësia X është 3 cm. Drejtkëndshi A ka gjerësi 3 cm, siprina është pra katror, 3 herë 3, 9 cm në katror. Siprina e drejtkëndshit tashmë që e dim se është katror, është 9 cm në katror. Tash të shohim drejtkëndshin B. Tash gjatësia Y nuk e dim, atëherë çka dim? Dim gjatësinë në 5 cm dhe 3 cm. 5 plus 3, pra gjatësia Y është 5 plus 3, që është 8 cm. Pra siprina e drejtkëndshit 8 herë 4 është 32 cm në katror. Pra drejtkëndshi B është 32 cm. Tani të dy siprinat i mbledhim, siprinën e përgjithshme, e gjejmë kur i mbledhim siprinën e drejtkëndshit A dhe siprinën e drejtkëndshit B, 9 plus 32, ja, pra siprina e gjithëmbarshme e kësaj figure të përbërë është 21 cm në katror. Tani për të njësuar perimetrin e dy deformave përbërëse duhet t'i mbledhim gjatësitë të gjitha brinjëve. Në vizatim është dhënë figura përbërë me gjatësinë e të gjitha brinjëve. Ja, si që shohim në vizatim, tani duhet t'i mbledhim gjatësinë e të gjitha brinjëve. Pra, për të njësuar perimetrin duhet të caktojmë shumën e të gjitha gjatësive. Fillojmë nga një kulmë dhe mbledhim brinjët duke lëvizur përgjatë figurës. Pra, nëse fillojmë nga kulmi i poshtë, majtas lëvizim në kajet e kundërt të akrepave të orës, fitojmë. Pra figura ka 1, 2, 3, 4, 5, 6 brinjë. Do të thënë, fillojmë prej 8-ës, prej kulmit 8, plus 7, plus 3, plus 3, plus 5, plus 4, mërim prapë prej kulmit ku filluam. Ja, pra, që shuma e përgjithshme është 30 cm. Pra perimetri i kësaj figure të përbërë është 30 cm. Ta shohim shembullin e 4.
Njësoj e siprinën e figurës së dhënë, njësoj perimetrin e figurës së dhënë. Ja, pra të figura e parë në A du të gjejmë siprinën e kësaj figure. Edhe këtë figurë ndajmë në dy drejtkëndsha, në drejtkëndshin A dhe drejtkëndshin B, ja në këtë mënyrë. Tani, pra drejtkëndshi A ka dimensionin 6 dhe 3 gjërësinë. Siprina e drejtkëndshit A është 3 herë 6, 18 cm në katror. E gjetëm siprinën e drejtkëndshit A. Tash të gjejmë siprinën e drejtkëndshit B. Gjatësia njëra brinjë e drejtkëndshit B është A, është 7, hekim 3, të gjejmë gjatësinë e drejtkëndshit A, e brinjës A, 7 minus 3, 4 cm, brinja A pra qenë ka 4 cm. Tani lehtësisht, siprinën B e gjejmë kur shumëzojmë 4 herë 4, pra në dole një katror, 16 cm në katror. Siprina e drejtkëndshit B qenë ka 16 cm në katror. Ta siprina e përgjithshme është e barabartë me shumën e siprinës e drejtkëndshit A dhe siprinën e katrorit B. I mbledhen këto 18 plus 16 që bëjnë 34 cm, pra është siprina e gjithëmbarshme. Tani, detyra në B thot njëso perimetrin e figurës së dhënë. Figura e dhënë, pasi që ne e parë se gjetëm A në 4 cm, tani vetëm X-in në ka gjetë në mungon këtune, andaj atë lehtësisht e gjejmë 6 minus 4, që është 2 cm, pra gjatësia e kësaj brinje është 2 cm. Perimetri është, nëse fillojmë për kësaj poshtë, 7 plus 4 plus 4 aja ishte, plus X-in 2 e gjetëm, plus 3 plus 6, që është 26 cm. Të punojmë shembullin e 5, njësojmë siprinën e figurës së dhënë në A dhe në B njësojmë perimetrin e figurës së dhënë. Ja, pra figura e dhënë është në këtë formë. Në A figurën mund ta imagjinojmë si drejtkëndsh të madh, për të cilët është i prerë drejtkëndshi më i vogël. Ja, kështu në këtë formë. Pra, imagjinojmë se është drejtkëndshi i madh. Kemi bashkuar këtë. Tash prej drejtkëndshit të madh, siprina e drejtkëndshit të madh është 6 herë 5, 30 cm në katror. Tash siprina e drejtkëndshit të vogël është 2 herë 3 këtu brenda 6. Prej drejtkëndshit të madh tash e hekëm këtë drejtkëndshin e vogël, edhe gjejmë siprinën e hjezuar. Siprina e drejtkëndshit të vogël është 6 cm në katror. Tash siprina e figurës së kërkuar me ngjyrë të gjelbërt është 30 minus 6. Prej drejtkëndshit të madh hekim këtë drejtkëndshin e vogël. 30 minus 6 ishte 6 e drejtkëndshit të vogël, që do të thonë siprina e hjezuar është 24 cm në katror. Pra drejtkëndshi i vogël është shprehur në siprinën e tij dhe siprinën e tij e zbresim nga siprina e drejtkëndshit të madh për të fituar siprinën e kërkuar që e bën. Tash perimetrin e kësaj figurës si shumë e të gjitha brinjëve. Prandaj nisim prej 6, 6 plus 5 plus 2 plus 3 plus 2 plus 3 plus 2 plus 5, 28 cm në katror. Pra shumë e gjatësive, pra të gjitha brinjëve. Kjo figurë ka 8 brinjë, pra i mbledhëm të 8 brinjët edhe gjejmë 28. Faqe 253, detyra 1 dhe 2 nga libri i matematikës për klasën e 7. Njësoj siprinën e figurave të më poshtme. Zgjedhje në shkruaj në njësinë masë e përkasi. Kështu duken detyrat në libër. Ja, figura që e keni në libër. Në A, pra mund të ndihmojnë në A. E ndani si që i bëm detyrat në tani që i punuam, pra praktikisht, edhe e ndani mandej e njësoni siprinën e dy drejtkëndshave. Edhe në B njëjtën mënyrë, edhe i punoni detyrat. Njështu, te njëjta detyrë do ta punoni
perimetrin e këtyre figurave, do të thonë tek kjo figura anën A i mungojnë 2 brinjë, këto i gjejmë 8 minus 4, kjo 4 cm, edhe tash kjo 5 plus 6, kjo i bie 11 cm kjo brinja këtu, edhe i mbledhim të gjithë brinjët e gjejmë perimetrin. Edhe këtu në të njëjtën mënyrë e punoni nën B, edhe nën C në të njëjtën mënyrë e gjeni perimetrin e figurave. Ju falenderoj.